الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. E falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë, dhuntit, begatit, i cili vazhdimisht na gëzon dhe na dhuron, kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu të më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër, Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi që ta arrim këtë muaj të madh të bekuar të Ramazanit. Ku lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na i pranon agjërimin, na i pranon punët e mira, na i pranon çdo vepër e cila është e kënaqur me atë dhe përputhur me Kur'anin dhe me Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahumma amin. Në ligjëratën e kaluar treguam se do të fillojmë me një zinxhir i cili është seriali mëkatet e mëdha. Dhe para se të futemi në këta të cilat i shpjegon Allahu Azza wa Jall në librin e tij dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në sunetin e tij, kemi treguar një armik i hapt i cili vazhdimisht i bën intrigat e tija, i bën kurthet e tija për t'i devijuar besimtarët, për t'i devijuar bijtë e Ademit alayhi salatu wassalam në përgjithësi. Dhe kemi treguar disa pika se çe i përdor shejtani disa stacione për devijimin e njerëzve. Dhe kemi thënë se pika e tretë ishte që synon shejtani në mëkatet e mëdha. Pse mëkatet e mëdha, vëllezër të nderuar? Sepse mëkatet e mëdha janë aq problematike që nëse njeriu bjen në mëkatet e mëdha, nëse nuk pendohet dhe shkon pa pendim, e ka rrezikun e madh që të qëndron në zjarin, në xhehenemin përgjithmonë dhe nuk ka dalje prej saj. Ashtu siç do të shohim në vijim ku Allahu Azza wa Jall thot: in tajtanibu kathiran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Nëse ju largoheni nga mëkatet e mëdha që Allahu Azza wa Jall ja u ka ndaluar juaj, nukaffir ankum sayyiatikum, atëherë ne do t'ja u falim mëkatet e vogla. Pra në këtë ajet, nëse ne, thot Zoti, nëse ju musliman dhe besimtarët, mundohuni dhe largohuni nga mëkatet e mëdha që Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar, atëherë mëkatet e vogla do t'i fal Allahu Azza wa Jall në krahasim veprave të mëdha të cilët i ban besimtari. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall: wa nudkhilkum mudkhalan karima, dhe do t'ju fut në xhenetin i cili është vend shumë i ndershëm dhe shumë i përshtatshëm për besimtarët. Po ashtu vazhdon ajetin tjetër: walladhina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithmi wal-fawahish illa al-lamam. Dhe ata, thot, të cilët largohen nga gjunahet e mëdha dhe nga moraliteti shturja, illa al-lamam, por pos mëkatet e vogla, e mëkatet e vogla Allahu Azza wa Jall ja u fal, do të thot besimtarve dhe muslimanëve. Po ashtu tha Muhamedi alayhi salatu wassalam për me vërtetu këtë, tha salavatul khams, tha 5 kohët e namazit, wal xumatu lil xham, prej në xhumon deri në xhumon tjetër, mukaffiratun bainahunna. Allahu Azza wa Jall shkaku i namazeve, shkaku i xhumojave, në Ramazanin deri në Ramazanin tjetër i fal gjunahet e vogla. Gjunahet e vogla i fal me agjërim, i fal me namaz, i fal me taravi, i fal me prezencën në xhami. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha wal mukaffiratu bainahunna, këta që shlin mëkatet, idha jtuni bel kebair, por me kusht është që njeriu të largohet nga gjunahet e mëdha dhe nga mëkatet e mëdha. Mirë, do të vazhdojmë, do të fillojmë sot me një mëkat nga mëkatet më të mëdha që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka quajtur akbalur kebair, mëkati më i madh. Cili është mëkati më i madh? Është mëkati më i shumtuar, mëkati i cili është bën mëkati më i madh në rrezullin toksor, mëkati i cili e bën njeriu që të jetë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit, që asnjëherë mos të del nga xhehenemi dhe të jetë në xhenet. Ç'lla është ajo, vëllezër të nderuar? Është shirku. Shirku, çka është? Shirku është ti bësh rival, ti bësh ortak Allahut Azza wa Jall në adhurim.
të adhurosh me Allahun azza wa jall dikë tjetër, apo të kërkosh ndihmën nga Allahu dhe nga dikush tjetër, apo ta barazosh Allahun me dikë tjetër në adhurim, atëherë njeriu bjen në këtë mëkat, i cili është mëkat aq i shëmtuar dhe aq është mëkat i vështirë dhe i rrezikshëm, saqë njeriu e bën që të jetë përgjithmonë në xhehenem. Po vëllezër të nderuar, cili është ai mëkati i madh? Definicioni se ç'll është mëkati i madh, kanë thonë çdo mëkat i madh është ai mëkat i cili shkaku i kryerjes atij mëkatit dënohesh në këtë dunjë, dënohesh në ahiret. Pastaj definicioni i dytë kanë thonë ai i cili Zoti e ka kërcënuar në Kur'an që do të jetë në zjarrin të xhehenemit. Dhe tjetra është ai i të cilën Allahu dhe i dërguari i Allahut e kanë mallkuar. Për ata tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allahu e ka mallkuar atë person i cili therr kurban jo për Allahun azza wa jall. Pra njeriu nëse bën ndonjë vepër, qoftë ato veprat namazit, të adhurimit shumëta, siç t'i shpjegojmë në vijim, do të shohim se ky mëkat është aq i madh, saqë Allahu azza wa jall nuk e fal dhe besimtarët duhet të jetë vigjilent dhe duhet ta kupton nëse njeriu e ka kuptuar shirkun, e ka kuptuar mëkatin më të madh, është një garancë e madhe që njeriu mos të qëndron përgjithmonë në xhenem, e cila është esenca e adhurimit të kundërta, tauhidi, njëshmëria e Allahut azza wa jall. Për atë një sahabi i nderuar Hudhayf ibn Yamane tha, kanu yes'aluna an-nabi alayhi salatu wassalam anil khair wa kuntu as'alu anil shar. Këto sahabët, shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, vazhdimsi e pyetnin Muhamedin alayhi salatu wassalam për vepra të mira të cilët i bën besimtari gjatë ditës, wa kuntu as'alu anil shar, e unë vazhdimisht e pyetja për sherre, e pyetja për veprat e këqija. Pse? Me khafeten en yudrikeni, nga friga mos po biune në mëkate të mëdha. Do të thonë njeriu nëse i mëson mëkate të mëdha, atëherë bëhet shkak që ta din paraprakisht që mos të bjen ndonjë mëkate të cilat është i hidhur Allahu azza wa jall. Pra, çka është shirku? Shirku është e kundërta e tauhidit. Tauhidi çka është? Është njëshmëria e Allahut azza wa jall. Ta njohim Allahun, ta adhurojmë vetëm Allahun, ta madhrojmë vetëm Allahun. E kundërta e saj është shirku, ashtu siç është suneti, e kundërta e sunetit çka është? Bidati. Sikur që themi është halali, e kundërta e halalit çka është? Është harami. E nëse besimtari arrit që ta din vlerën e madhe që e ka tauhidi dhe rrezikun e madh që e ka shirku, atëherë njeriu është vigjilent, është i mençur, i ditur dhe e ka rrugën e tij të njohur dhe nuk do të bjen në këtë mëkat i cili është shirku. Pse? Sepse Allahu azza wa jalla thot, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allahu nuk e fal shirkun. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E përpos shirkut Allah i fal të gjithë mëkatet. Pastaj tha Allahu azza wa jalla, inna shirka la dhulmun adhim. Nëse dush me di se cila është padrejtia më e madhe e cila bëhet në rrezullin teksor, është ti bësh shirk Allahut azza wa jall. Pra ti bësh rival, ti bësh ortak Allahut azza wa jall në adhurimet. E pastaj çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 herë tha, a t'ju tregoj cili është gjunahi më i madh prej gjunave të mëdha? A t'ju tregoj cili është gjunahi më i madh prej gjunave të mëdha? Tha el ishraku billah. Tha ti shoqërosh Allahut adhurim në shirk në adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu azza wa jall për ta treguar se aq është e madhe kjo vepër dhe aq është e shumtuar, ju ka shpall dhe pejgamberve. Wa laqad uhiya ilayka wa lil ladhina min qablik, ta shpall ti o Muhammed dhe o shpall pejgamberve para teje. Wala in ashrakta, nëse ti i bën rival Allahut azza wa jall, la yahbatanna amaluk, do të ashgjesohen të gjitha veprat, wala takunanna min al-khasirin, dhe do të jesh në ahiret prej të humburve. Për ata një ditë prej ditëve Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu tha, ishna me Muhamedin alayhi salatu wassalam me një kafsh hipur bashk. Tha, më pyeti dhe më tha, o Muadh, çka është haku? Çka është obligimi i robit ndaj Allahut? Dhe çka është obligimi i Allahut ndaj robit?
Thash Allah i dërguar i ti e din. Tha haku i robin dhe Allahut është të adhuron në Allahun dhe mës t'i ban shok rival në adhurim. Dhe haki Allahut ndaj robit është mës t'a dënon në zjarr të xhenemit atë person i cili e adhuron Allahun azza wa jall drejt dhe nuk i ban, do të thot, shok Allahut subhanahu wa taala. Pse e shpjegojmë këta, vëllezër të nderuar? Se ai për atë të cilët na ka dërguar Allahu azza wa jall në tokë është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Nuk i krijova xhinët edhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Dhe tash, shumë prej neve, prej besimtarve, prej muslimanëve e themi shahadetin. A e themi shahadetin, e themi la ilaha illallah, apo e themi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kur ti pyetësh musliman dhe besimtar, çka do të thon shahadeti, valla se di. Nuk e din. Disa prej tyre e din shahadetin me një kuptim ndryshe. Çfarë kuptimi? Kur thot la ilaha illallah, s'ka zot tjetër përpos Allahut. S'ka furnizues përpos Allahut. S'ka ai stigmatizues përpos Allahut. Kjo është e mangët kuptimi i shahadetit. Çka do të thon la ilaha illallah? La ma'bude bi haqqin illallah, nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përpos Allahut. Se ka shumë zotra të cilët adhurohet Buda, adhurohet Isa alayhis salam, adhurohen melekt, adhurohen xhint, adhurohen njerëzit evliat në për vende të ndryshme, edhe ato i konsiderojnë zota, bile zoti i zjarit thojnë, apo zoti i errësirës, zoti i dritës. Edhe shumë prej njerëzve nëse thuti këtë, ata nuk e kitë kompletu me shahadetin, e cila kjo është karta jote për të fund në xhenetin e Allahut azza wa jall. E kjo si dahet, ki tauhid, kjo njëshmëri Allahut dahet në 3 pjesë. Tauhid el rububie, tauhid el uluhie, tauhid esma wa sifat. Çka do të thonë tauhid el uluhie dhe çka do të thonë tauhid el rububie? Rububie do të thotë se nuk ka krijues, nuk ka furnizues, nuk ka ai që vdes, dhe ai që ngjall, dhe ai që i fut në xhenet, dhe ai që i fut në xhehenem, dhe ai që jep jetë, dhe ai që merr jetë është Allahu azza wa jall. Mirë, po a ka njerëzi që i bëjnë Allahut në shirk në këtë pjesë të tauhidit? Po, ka. Ka prej atyre të cilët e mohojnë ekzistencën e Zotit, edhe pse ato janë pak, thënë ne i besojnë në natyrës. Do të thonë kjo tokë dhe kjo gjithësi është gjendë minel ezel, prej kohës çështu ka qenë, asnjëherë s'është kriju. Do të thonë ka ekzistu. Edhe fuqia i takon natyrës, edhe natyra vepron çka të don. Do të thonë këto janë të cilët kanë bërë shirk me Allahun azza wa jall, se kanë thonë se natyra është ajo që krijon vet, edhe natyra është ajo që ekziston vet, nuk është Allahu azza wa jall. Dhe tjetra palë, e cila e kanë pranuar se Allahu është Zot, i cili krijon. Mirë po, kanë thonë se ka dhe zota tjerë të cilët mund t'i bëjnë disa gjona që ka i bënë Zoti. Apo e kanë barazun krijim me Zotin. Atëherë edhe këta njerëz janë dhe të thotë çka? Mushrik. Si shembull ka njerëzit të cilët pretendojnë se me shku në teqe, me shku të tyrbje, të filan evlijaje, dhe me lutat evlijajen mi dhonë fëmijë, pas taj furnizohet ai person me fëmijë. Pse? Sa ajo është evlija i madh. Kur ti thush pse e ban këtë vepër, se kjo vepra me e lut dikant tjetër përpos Allahut është shirk dhe dalë prej feje, thot ne e lutmi evlijajen, sepse që ki evlija ka qenë buri mirë dhe Zoti ja ka pranu lutjet, ne e lutmi këtë që lutja e këtij shkojë te Zoti dhe pastaj pranohet lutja. Kështu e kanë bërë dhe mushrikët e Mekës. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka thënë, thojni la ilaha illallah, se kanë pranuar, kanë ditën se nëse thojnë la ilaha illallah mushrik, nuk duhet mu me i lutë të zotat tjerë mu. Nuk duhet me i lutë mu idhujt, apo drujt, apo gurt. E që kanë thonën ata? E te gjalu, e lihetene, ilahen wahid, apo do me i bo kretë zotat tonë, një zot, vesh një zot me adhurua? Inna hadha li shay'un ujab, ka thonë kjo është sen për të çudi. Po çka është më interesant kur i ka thonë, pse po i adhurojnë këta idhuj, edhe këta puta, se dhe këta idhujt putat që janë konën lat, e kanë thirrë një prej zotrave të atyre, që e kanë marrë nga emri ilah, hyni, edhe e kanë emërtuar gurin që e kanë gdhendur me durët e tyre dhe e kanë bërë zot dhe e kanë emërtuar me emër lat. Tjetrin e kanë marrë nga guri dhe e kanë quajtur Uzza, prej fjalës, prej cilësive të Allahut që është Aziz. Edhe i kanë adhuru. E kur i kanë thonë pse po i adhuroni këta,
ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa, që kanë thonë, ne nuk i adhurojna këto. Ne bëjna luti që të na afrojnë këto zotrat te Allahu. Do më thonë, këta zotrat ne bëjna dua të këta, që këta të na afrojnë neve te Allahu, se ne s'kina mundësi mu afru te Allahu. E përket Allahu azza wa jall ka dërgu pejgamber, përket ka zbrit libër, përket është bo kretë kjo historia e madhe që e shohim luftrat dhe përpjekje e madhe e Muhamedit a.s. edhe sahabëve për çket të uhujt për me ngrit fjalën la ilahe illallah, që mushrikët e Mekës e kanë përdor. E sot kur ti thosh muslimanëve se nuk lejohet me shku te filan teqja edhe me bo dua dhe me lut ata për risk apo për kismet, shkon edhe kërkon nga ata, i thot kallet që ketë qirë, bane që ketë, gruaja jote ka me mbeq të zone. Për fat keq, shumë ka prej muslimanëve që i kanë, edhe pse i falë 5 namaz, ndoshta edhe pse vjen haç, ne kemi taku edhe në haç, shkojnë, e ka marrë një pishkir, e fërkon për murin e Qabës, edhe e fërkon për barkit me të 7 zone. Qabja, ose xhamia është vend ku ne bëjna ibadet. Mirë po ç'ki guri, ç'ki druni, ç'kjo muri, ki nuk ban as dobi as dam. Është Allahu azza xal, kjo është vend ku ne adhurojna. Për ata Omeri radhiyallahu anhu e ka dhënë një mesazh shumë të mirë. Kur e ka bë tavafin Qabe, ka shku te guri i zi dhe e ka puth. Edhe i ka thonë ja Hajar, innaka la tadur wala tanfa. O ti guri i zi, ti as ban dam, as nuk ban dobi. Por po të puthi se të ka puth pejgamberi alayhis salam është sunnet, mirë po ti nuk ban vete as dam as dobi. E problemi është se ka ardhur në filoni, vjen haxhia pik këtu atje me marr një pishkir me fërkue atë murin e Qabës, që kur të kthehet ta fërkon nusja vetë dhe të mete 7 zone. A muri i bën njerëzit 7 zone? Apo shko te shpella Gaberit, ajo një par shpellë kanë shtrëngoj ka guri edhe mbe 7 zone. Po hiç mos u marto. Keç veç shko te shpella atje dhe hajde 7 zone. Ama ta shoh na ka me pas fëmia, kupton? Domethënë deri në këtë deri ç'kjo është shirk. Neve na duket shumë e thjesht, mirë po me kërku ti prej dikujt tjetër përpos Allahut, që Allah është krijues, që Allah u furnizues, Allahu t'i jep fëmijë, e ta lutish një gur, një dru, do të çira apo njërin e vdek. Njëri vdek ka nevojë për neve me bu dua për atë, që Allah me aletsu dënimin e vorrit, me aboni bashkë prej bafshëve të xhenetit, me aletsu azabin nëse ka azab, e smurt me të bëj kur gjoj, ka vdek, më puna ti ka shkuar, u kri puna tina. Ai sa ka kon gjallë, ka mujt me bëni lutje për ti, ka mujt me të ndihmon ai sen financiarisht apo diçka, mos vdekjes mos ka kur gjë. Ai vdek, to shkojnë taj vdekmi. Për ata më thotë se ka o kon thani Oruç baba në Turkia gjen Ramazan tu agjeru njerëzit kallaballëk i madh këtë vorë tu shku çka bën çka Oruç baba kush u forkoi ka për vorrin e këtina edhe me pishkirat me ato teshat me i vesh me të 7 zone. Po para se me lind ki baba Oruçi kush i ka vënë fëmijët? A çki kanë qona baba vaktina baba plaka kush janë këto që japin fëmijë? Ka shku personi në teqe që kena një teqe çtu afër. Nga Zibab, ka shku me vetën atë rifin se ka dosh me provu ata, ka shku me shokin e vet, i ka thonë, shoki jem, është i martum, nuk ka fëmijë, kina arë për një fëmijë, hajde, ka thonë, nes me mu, kallet që këtë qirin, salako, që këtu, bane që këta, edhe i ka thonë, ka dalbe, a ki vorja, që të qirat e opin fëmijëna, ka thonë, tja ki ardhë me lujta, ketë njerës si dush me bëhu, si mos dush, hes për këtë mujt. E kanë bo biznis, tesk, e ka i biznis, e bon një vor, e zbukuron atë vorin, e bon me një pëllur t'jeshilt, e ban të madha njerin 2 metre, ki e ban 8 metre, 7 metre, 10 metre, ti thunë qërë se një delat i vorit, njeri madh, ki ku me dit, me gropun, nështë i kanë met një grush kotësia atina. A kupton? Mirë po njerëzit shkojnë, a i kini pa se njerëzit shkojnë në Irak, duke menu se është vori i Husejnit ati, shkojnë e fërkohen, e marin tesha, e gjujnë, me detojnë, në shpëton, në ep mirësi, në ndihmo, se i në situatë keqe, shkojnë lutën te vori. Shkojnë lutët të i vdek, të kush është Husejni? Është nipi i Muhamedit a.s. A i kur ishte gjallë momentin që luftonte, edhe e vrajtën, e mbytën, sikur se ketë njerëzit, Allah i thotë Muhamedit a.s. E fej mitë e u kutilem, kalëbë ala akabikum, nëse Muhamedi vritet në luft, apo vdesa keni me donë nga feja Allahut, do më thonën, kullu nefsin dhe i ka të lëmosh, do shpirt ka me shiu vdeket, el hayyul qayyum, i gjalli për jetëshmi është Allahu, a i është furnizuesi. E qka është puna sot muslimant, edhe kur janë rahati, edhe kur janë zor, vend se me lutë Allahun, ata shkojnë i lutin ja bedevi, si të revej kini dërvish një sufish e konë në aeroplan,
Edhe kanë herë në aeroplan, janë nisë mu shkund aeroplani, e tha u koni një ateist aty, ka thonë unë zbesoj, në momentin që ka fillu mu dritë aeroplani, ka fillu me thonë, o Zot, ka thonë, po ti zbeson be, varaj, diçka jam tu, veç Zoti mund me na shpëtue. Mirë, po ai që e ka prish akidën, besimin, ti e she hoç, edhe me emën muj me cekën, Ahmed el Gjubeli, i cili është një sufi i prisht, një dërvish, thot hipa në aeroplan, edhe janë nisi dritët aeroplani, thash veç i mshova karikës, i thash, ja Abdel Kader Gjejlani, një evlija. Tap, tha aeroplani unal. A i pi vori tak, e ka stabilizu aeroplani në hecti. Du më thonën, e thot një djetari të uhidit, thot mushrik të Mekës, që unë konë mushrik, kanë hip në nije, për me dalë në deti, për me shkue me sos dhe një shqit brlerje. Në momentin që kanë hip në nije, kur i kanë malë valë të detit, dalgat të mdoja, thot e kanë pose ato idhit që i kanë 360 nuk mund të shpëtojnë këtu, qka thot dau Allahe mukhlisina lehuddin, e kanë lutë Allah sinqer, o Zot në shpëto, se veç ti mund me në shpëtue. Du më thonë, e kanë lutë Allah. Fe i dhe në gjehum il elber, kur i kanë shpëtua të në thatsin, fe i dhe hum ju shrikunat e janë këthi prap në shirkë. E thot mushrik të Mekës, edhe pse kanë pas dalaletin e madh dhe janë xhenem për gjithmonë, pra besimin duket më të mirë e kanë pas se do dërvisha, edhe do sufi, edhe kur janë zor, pra pelutin Abdel Kader Gjejlanin, ja Bedevi, ja Hasan, ja Husein, ja Zeynep, ja Fatime, ja Ali me shpëtue në situatat këqija, ai rifi ka vdekën para 1000 diçka vjetëve. A kupton? Kjo të kallzon se kanë herë ne themi, e kena kuptuar be hoxha, tash ti e shpjegue te uhidi, shirk, mi bëj dina, se si bëjnë në Allahut shirk. Vallahi ti menon se kështu po kur kush nuk thot, as kush nuk thot, qire filonin shkon çat Putin, edhe shko falu për çata. Merë një guri çatë dhe bani sejdë. Po jo se ban kur kush, ama metodat tjera janë që çën të shirku. Njëna piksajna për me lip fëmina për teqe, koj diçka. Tjetra, a keni pa përpara pleshtet ton kur kanë dash me ndrejt shtëpi, kanë shkuar kanë thirrë një kurban edhe kanë derë gjakën edhe krijen mrena mos na zdrohet shtëpia. Ose shkon të një gjinxhi, thot me nusën e kam të smund, apo s'kam fëmijë, shkon edhe i thot merë një knus dzi edhe preje, edhe ka mu. Për çka e prejnë këtë knusin? Nuk o ma beti animi kile mish një bik e ki prej, a e ki prej një pule e ki prej, a e ki prej një dash. Sakrificën çka e ki botja gjakit, çka e ki derdh dhe ki derdh për xhinë, ç'kjo është shirk? Pse është shirk? Allah çka thot? Kul inna salati, thuaj se namazim. Kul inna salati wa nusuki, dhe kurbani im, el mahjaja wal mamati, jeta ime dhe vdekja ime është lillahi rabbil alamin la sharika la, është për Zotin e gjithësisë, nuk i bëj shirk Allahut. Do të thonë me thertit në kafsh, koft ajo pul, koft gjel, koft dash, koft çka do koft, nëse e therr për jo për Allahun, kjo është shirk dale prej feje. E njerëzit e bëjnë këta për dëni punë dhe mendojnë se nuk është kur gjë kjo. E ç'kjo është shirk? Ç'kjo është shirk? Shirk e qera çka ka të në shumë që bëjnë njerëzit shirk, edhe nuk e mendojnë që nuk është kjo shirk. Çka është tjetra? Edhe njëna prej llojeve të shirkit është me thon pasha krijet e babës te. Pasha kocit e nanës teme të vdek në varr dhe në varr nuk e lerat. Shirk është me bo beje jon Allahu azza wa jall. Nëse duku i hik goja ose e ka mësu, do të me thoni istighfar me u pendu te Allahu azza wa jall. Në s'kena drejt mu betu, në s'kan tjetër se kur të betosh, në më thonë kjo është i madhruar, është i shenjt, më i shenjt prej krejt gjërave. Edhe kur tu ish pasha, t'i ban beje, faktikisht me bejen që e ki bojo për Allahun, që kjo është lloj i shirkut. E shumë do gjona që ne i bëjna, na dukon shumë të leta, ama këto janë gjona shumë të rëndësishme që do të një ditë çdo njeri. Edhe akide e cila është uluhije, me adhuru Allahun azza wa jall direkt pastër, paja bashkanxhit as një gjë në adhurim. Shpesh herë ndodh nëse njëri vjen në xhami, edhe falet namaz, mirë pa e ndrejsh rukuen, edhe ndrejsh sejdën, se e ka pa dëkan i cili ndoshta e ka dhe një qik me martue, apo e ka ndo filonin, ka dhe një interes për atina, apo është në njeri i njohur në djetar, edhe do t'i shitet ati shumë e vlia dhe shumë fetar, edhe ndrejsh rukuen, ndrejsh sejdën, edhe kjo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shirk i msheft. Shirk i msheft. Ka thonë çka është ky shirk i msheft? Ka thonë riaja, si e fatësia, se fillon pe ibadetin me bu për Allah,
fillon me e bo për njerin, për filonin, për fistekin, të më shohaj mu se unë jam të u falë, të më shohaj mu se unë jam të lexu Kur'an, të më shohaj muaj që jam të dhënë sadaka, edhe kjo është një lloj i shirkut, i cili është shirku i msheft. Më thonë shirku i madh, i cili çet prej feje, pastaj kanë thonë betimi jo në Allahun është shirk, ndoshta është shirk i vogël, mirë po mëkati është i madh. Se dukush kur thotë shirk i vogël, shirk i msheft, thotë ki i vogël kana. Jo, kjo është për gjunave shumë të mëdha. Mirë po shirku i madh është përgjithmonë në xhehenem. E për ata besimtarët duhet shumë të ruhen në aspektin e shirkut, e cila do të thotë është një prej gjërave të cilat janë shumë të rrezikshme. Për ata një dietar i kishte mësuar talebët e vet për tauhidin, për njohurinë e Allahut, edhe për shirkun 20 vjet. 20 vjet. Edhe një ditë prej ditëve njëri kishte thonë talebëve ose hoxho, u lodhën me kena mësue për shirkun e tauhidin e dinën, mos bëjna shirk Allahut, ne e adhurojmë Allahun sinqerisht e kështu me radhë. Ka thonë rregull, ka thonë në test e keni nesër çdo njëri ta marrë kanë një pul, edhe në të shkojë dhe ta presë atë pulën, edhe të mvere të më tregoja, ama me kush mos ta sheh kurkush. Njëri kishte him po drume, kishte prej njërin tavan, njërin shup, njërin aton, njërin keton, i kishin prej këtë pulat, veç njëri vën me një pul pa prej. Edhe i thot ti ku e prejtë filan, vjen filan, po ti ka thonën, ka thonë valla kush ku isha ku më shef ka Allah më shifke. Ka thonë veç ti e pas ke kuptu tauhidin. Këto qirt unë ku më thash kur kush mos të shohë. E këto e kanë prejnë, kanë menu se kur kush si shef. Domethënë dije se ku ti jesh, Allahu të shef, të shikon mbi këqir, të vëzhgon. Domethënë kam vetëm ti e pas ke kuptu. Fillojnë domethënë me mësu përsëri. Për ata njëri sa më tepër që e mëson njohurinë e Allahut Azza wa Jall, atëherë do të ngritet në grada të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se rreziku nëse njeriu fal namaz, tan jetën e vet. Agjeron, tan jetën e vet. Shkon në hax për çdo vjet. Një herë mi bo shirk Allahut, krejt veprat azhësohen. Domethënë bohun pluhun. Njeri nëse gabon dhe një gjuna jashtë shirkut, gabon, e ka çat gjuna nëse pendohet për çati gjunojit, nuk i hupën veprat tjera, ama shirku i azhëson krejt veprat tjera që i kibohet i lodh për 50 vjet, 60, 70, 80. E për ata e parën gjon 124.000 pejgamber që i ka thënë Allahu, i ka thënë spari herë për tauhid. Pse tauhid? Në kohën e Ademit a.s. Kur e ka dërguar Allahu azza wa jalla Ademin a.s. 1000 vjet njerëzit e kanë adhuruar vetëm Allahun, si kanë bëu Allahut shirk. A di kur ka filluar mu bë shirku? Në kohën e Nuhit a.s. Kur 1000 vjet përmas. Pse i ka dërguar Allahu azza wa jalla Nuhin? Edhe pse i ka marr ajo vërshime e madhe dhe i ka shkatruar këtë njerëzit, shkaku sa ato prin tauhid, prin njohurinë Allahut, janë kthyer ata njerëzit në shirk. A di si janë kthyer ata në shirk? Shejtani ka ndikuar ata. Çish ka ndikuar ata njerëzit? Janë konë disa njerëzit që janë konë njerëzit devotshëm, që sikur sot që thënë Abdul Kader Xheilani, Bedewi, Hasan, Hussein, Ali, kanë qenë atë kohë njerëzit devotshëm që Allahu ative va ka pranu lutjen, duajen. Allahu va ka pranu ative duajen. Çka ka bëu shejtani? S'ka thonë direkt ban shirk. I ka thonë, a e meni mben ju kur ishin gjallë ato, kur hika në xhami, ftira i ndriçoi ka ti nuri bëjke. A e ke po kur ishte ati të shtoj ke imani me e pa atë njeri, se besimtari që ka iman dhe ka besim, kur ta shofsh dhe ka është pozitiv, ta shton imani veç me taku një selam i adhonën. E thot, a i kipa e kur është dhe një njëri devotshëm, qëtohet vullneti për adhurim. E i po, e thot, qka menojni ju, me abu ka një fotografi ative, që kur ta shifni atë filonit, kujtoni ibadetin ati qka e ka bo, që ti të shtohet vullneti me bo ibadet ma shumë. Filoni sa namazin e falke. Kur e këtyra, filan haxhije sa hat me i bëjke. Filan haxhije sa namazin e natës e falke, non stop haxhi baba, filoni fisteki. Një foto mi abo. Vesh me e pa, kur t'ish hop, atë kujtohet. Edhe unë mi anis. Hajt pin fotove, thot, 3-4 që këto fotot i kanë shëndruar ndru dhe ngur në formën e ative. Edhe kur kanë shku mi i bo ibadet ato. Shitoni ka thonë, shkojni nga tative, këshirni se vazhdojnë imanin. Sa ato njerëzit devotshëm, bura, sikur sot, shemë me pas fotografinë e Bubekrit, Omerit, Othmanit, edhe marrë njerëzit me thonë, ai vesh ti shoh në këto njerëzit na shtohet imani. Çka, hiç kur gjë tjetër. Kur kanë shku, kur i kanë pasë, ka sabër shitoni, gjenerata e parë, gjenerata e dytë, ka thonë, çka bëjshin baballar ton përpara, po shkojshin te do gurit, dru, do të gdhen. Çka kanë bëu aty? Valla thot ato janë konë njerëzit devotshëm, kanë shku të ato, ju ka shtu imani. Njoni thot e kum pa të bo dua ati ngat.
E shejtani thotë, a di çka, si dush me ta pranua Allahu dua, dush më kon mangat, si më kon gat qabës, dukun në një vend që pranohet, nga te vlijave të pranohet duaja më lehtë. Për ata disa sufikë shkojnë te vorri aty, thotë disa prej vetë nuk i bëjnë direkt dhe atina adhurim. Po shkojnë bëjnë një fatja dhe bëjnë një dua se nga te vlijave ndoshta po pranohet edhe mu lutja se Allahu këtë ja ka pranuar lutjen. Çka, domethënë, s'ka bu direkt shirk, po ka bu dua që ngrat tina dhe të pranohet lutja. Me kohë qertë kanë thonë, a di pse njëri ju pranoi këtë lutja? E ne po shkojnë ati nga të nësë përna pranohet. Sa ai kishte bu lutja ati njënit pjative vljavi, kishtë thonë, o filan e vljavi, a be që e këtë doan të nalë se une gjunaqar, une s'pon pranohet lutja ime. E ka fillu ta lutja atë. Edhe që shtu ka fillu shirki, kanë fillu kret njerëzit me u lutë në fillim, se dhe duaja është shirk, me bo dua për dekan është shirk, me prej për dekan është shirk, me lip në dim për dikujnë është shirk, për posë Allahut, kretë të që i ka Allah ndonë. Ndal nga dal ka fillu qëtu shirku, Allah e ka që Nuhin, 950 vjetë i ka thirë, me i këthin të uhit, njëshmërinë Allahut, nuk janë përgjigj. Inni dautuhum lejlen wa nahara, i ka thirë natën edhe ditën. Felem jezit minhu duaj ila firara, nuk i ushtoj ke udhëzimi ative për pësje hikja. O inni dautuhum, i astaghfira lahum, gjaalu, thjabën, o stakshow thjabën, o stakberu stikbara, i kanë marrë dhe teshat e tyre, i kanë mbulu kokat e tyre, i kanë vënu vesht, s'kan dash me ndëgjue dhe me thonë në shpëtimin e Allahut, e pastaj Allahu Azza wa Jall para me në çfarë sabrit madh i ka dhënë Nuhit alayhis salam, i ka thonë mbjelli këta drut, i ka mbjell drut, i ka pritën 40 vjet drut tritën, mas 40 vjetëve i ka prej, 40 vjet i ka lënë thahen bon drasa, 40 vjet tjera e ka ndreq anijen, i ka lut, i ka shto, në fund s'kan hip në anije, ata dhe i ka marrë vërshima shkaku se nuk e kanë besu Allahun Azza wa Jall, shkaku i shirkut, shkaku i këtij mëkatit të madh. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na vetëdison besimin, imanin, na shton të na ruan akiden, besimin në Allahun Azza wa Jall, na i zbukuron në zemrat tonë, na i heq nga zemra jon shirkun, kufrin, çdo mëkat, çdo gjunah e cila e zbeh imanin ton, e cila e dobson imanin ton, derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Vazhdojmë vëllezër të nderuar me ligjëratën tjetër, me mëkate të mëdha me radh, ka mëkate të cilat besimtari nëse i din këta mëkate, me lejen e Allahut Azza wa Jall do të shpëton, sepse mëkatet e vogla me lejen e Allahut subhanahu wa taala, me namazin, me agjërimin, me veprat e mira, Allahu Azza wa Jall inshallah na falë dhe na mëshiron dhe në xhenetin e tij me pejgambert, me njerëzit e devotshëm na bashkon. Allahumma amin.